Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Sot jemi në kishën e Shën Thomait, në këtë kishë 95 vjeçare, ku po kremtohet dita e veçantë, dita e bekimit të ikonave, ankandi i ikonave. Është mesha e së dielës, besimtarët kanë ardhur në këtë kishë të re, në shpirt, në këtë organizim të ri, të këshillit të ri të kishës, i përbërë nga 7 antar, të cilët kanë marrë përsipër që kisha shqiptare e Shën Thomait të mbetet e tillë që të ketë sa më shumë besimtar, të cilët të vinë jo vetëm për ritet fetare, por dhe për organizime të ndryshme. Ne ishim këtu me kamerat tona për të marrë opinionet e ndryshme, jo vetëm të drejtuesve të rinj të këshillit të kishës, por dhe të besimtarve, të cilët do të marrin pjesë në ankandin e shitjes së ikonave dhe në veprimtari që do kryen me këtë rast. Kisha e Shën Thomait, një kishë me histori që po rilind, që në orët e para të mëngjesit, obori i kishës gumzhinte nga zërat e familjeve shqiptare që përshëndeteshin mes tyre, për shumë prej tyre. Kjo nuk ishte vetëm një meshë e zakonshme së dielës, por një rikthim simbolik të rrënjët shpirtërore dhe kulturore. Kjo kishë që prej gati një shekulli ka shërbyer si vatër besimi dhe identiteti për emigrantët shqiptar, po hyn në një fazë të re, me ardhen e At Eugene Shkurtit dhe me angazhimin e këshillit të kishës, numri i antarëve është rritur ndjeshëm, ndërsa projektet për të ardhmen janë më ambicioze se kur. Në predikimin e tij, At Eugene theksoi rëndësinë e unitetit dhe trashëgimisë shpirtërore. At first, it probably felt exciting, but the gospel tells us the truth. The far country always lends to emptiness. The money runs out at some point. The friends disappear. The heart becomes empty and hungry. And there he is, from a prince, now a servant feeding pigs, starving alone. This is what sin does to all of us. It promises life, but it leaves us empty. It promises freedom, but it makes us all slaves. But then comes a turning point. The gospel says he came to himself. He snapped out of it. He came to his senses. Repentance begins here, not with shame, not with fear, but with awakening, realization, with honesty, with the courage to say, I am not where I belong. This is not who I am. I am far from my Father. How many today feel this hunger, this soul? How many feel distance from prayer, from peace, from God? Perhaps we are in the church, but our heart is far away from it. Perhaps we have grown cold. Perhaps we have fallen into habits we thought we would never fall into. The good news of this Sunday is this: no matter how far gone we have gone, the road back is always open. The Son even prepares a speech. Father, I have sinned. I am not worthy to be called your son. But something unexpected happens. The Father does not wait for him to reach the house. The Father sees him from far away, and the Father runs. Kisha nuk është vetëm një ndërtesë, është zemra e komunitetit thai, ku e mbajmë gjallë atë, mbajmë gjallë dhe gjuhën, kulturën dhe besimin tonë. Fjalët e tij dukeshin se gjenin njehon tek të pranishmit, shumë prej të cilëve ishin antarë të rinj të ardhur me dëshirën për kontribuar në një kapitull të ri për këtë institucion historik. Të dashur teleshikues, pas meshës ne takuam edhe priftin e kishës ortodokse, Eugene Shkurti, e pyesëm atë për mbarvajtjen e kishës së Shën Thomait, për veprimtarinë e saj dhe për krijimin e këshillit të ri të kishës. Im zot Eugeni, çfarë është
ceremonial i sotëm, jo vetëm mesha, por dhe bekimi i ikonave, dhe do deshëm të dim disa fjalë mbi këshillin e ri të kishës. Atëre, faleminderit shumë Rafael edhe televizionit tuaj, mirë se ardhët. Uroj të keni një të diel të bekuar e të mbarë. Për sa i përket pyetjes suaj për këshillin edhe për këtë ditën e sotme, direkt pas liturgjisë, ashtu siç edhe ju e shijuat edhe e patë, kishim betimin ose swearing in të këshillit kishtar të kishës sonë. Janë 7 antarë të kishës sonë, të cilët janë të rinj në detyrë, jo të gjithë kryesisht. 2 prej tyre kanë shërbyer edhe vite më përpara, por pjesa dërmuese janë edhe njerëz të rinj, edhe njerëz që do shërbejnë për herë të parë për këtë vit të 2026 në këshillin tonë. Direkt pas liturgjisë kishim gëzimin të bënim atë betimin, që është një ceremoni shumë e shkurtër, për të cilën antarët e kishës vënë dorën e djathtë të tyre mbi ungjillin dhe bënë një betim solemn përpara Perëndisë pikë së pari dhe pastaj përpara gjithë asamblesë dhe gjithë besimtarët e kishës sonë, të cilët betojnë që do jenë të drejtë edhe punëtorë të mirë përpara Perëndisë dhe përpara grigjes sonë, për mbarvajtjen e kishës dhe për të ardhmen dhe të tashmen e kishës sonë. Kisha një pyetje, shërbimi kryhet në 2 gjuhësh edhe shqip dhe anglisht? Patjetër, ne jemi në Orthodox Church of America, edhe sigurisht gjuha e parë është anglisht, por sigurisht nga që jemi edhe kishë shqiptare ortodokse në Amerikë, patjetër që do ketë edhe shqip brenda në adhurim. Përpiqemi të kemi një balancë mes të 2 gjuhëve që të kënaqen të 2 palët e besimtarë, edhe amerikanët, edhe shqiptarët, edhe të rinjtë të tanë, të cilët ose flasin ose jo shqip dhe anglisht. Kështu që po përpiqemi të kemi një balancë sa më të mirë. Cili është pikësynimi i këshillit të ri? Çfarë duhet të bëjnë më tepër? Ju thatë që keni disa antarë të cilët shërbejnë për zgjerimin e grigjes, për thirrjen e mëtejshme të besimtarëve. Atëherë titujt që mbajnë gjithë secili prej tyre është presidenti i këshillit, i cili detyra e tij është një nga kujdestarët e kishës, edhe kujdeset për shumë gjëra, për komunikimin me njerëzit, firmos gjëra, merr vendime, gjithmonë bashkë me këshillin. Kemi zvendës chairperson ose zvendësin e tij, i cili në mungesë të tij bën gjithë punët e tij gjithashtu po njësoj. Arkëtarin ose treasurer, i cili ka në kujdestari gjithë arkën e kishës, kujdeset për atë, llogarit ato të ardhurat, shpenzimet, edhe gjithë financat e kishës. Është sekretari i cili mban minutat e çdo mbledhje që kemi, çdo gjë që ka nevojë, është si të thuash zëri ose zdënësi i këshillit, edhe për çdo gjë e mbulon sekretari ose sekretarja në këtë rast. 2 të tjerët janë për outreach, për të komunikuar si dhe brenda, si dhe jashtë me besimtarët e kishës sonë, edhe ortodoksët e tjerë që nuk janë akoma pjesëtarë të familjes sonë në këtë kishë, edhe për të organizuar gjithë eventet e kishës sonë. Ju bët një lajmërim interesant për të rinjt që duan të shkojnë në Shqipëri. Përse bëhet fjalë? Atëherë, kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë, si çdo vit organizon kampe verore për të rinjt e saj. Dhe kjo është diçka që ndodh çdo vit, këtu dhe shumë vite me radhë, dhe ka ftuar gjithë të rinjtë edhe tanë, të kishës sonë të Peshkopallës ortodokse shqiptare në Amerikë, kush është ndonjë i ri ose e re që interesohet, mund të bashkangjitet me katekistat ose personelin shqiptar për të qenë këshilltar kampi ose këshilltar grupi e të ndihmojë me organizimin dhe me zhvillimin e kampeve verore që zgjatin rreth 7 me 10 ditë.
Okej, po udhëtimin kush e merr përsipër? Udhëtimi do të jetë piknisja nga Bostoni, atje ku është kryekisha sona e Shëngjergjit, dhe pasi të kenë bërë të gjitha ato background checks dhe të gjitha dokumentacionet gati, çdo person që do shkojë dhe do caktohet për të vajtur, të gjitha shpenzimet si të udhëtimit, si edhe për të qëndruarit në Shqipëri janë të gjitha të mbuluara nga Fondacioni i Studentëve të Peshkopatës sonë ortodokse shqiptare në Amerikë. Ju faleminderit dhe do të takojmë sërish tek bekimi. Faleminderit shumë, gjithë të mirat gëzuar. Gjithashtu. Ankandi i ikonave, një traditë që bashkon besimin me solidaritetin. Pas meshës, nisi një nga momentet më emocionuese të ditës, ankandi i hapur i ikonave. Të vendosura me kujdes mbi një tryezë të gjatë, ikonat të rriqin vëmendjen e besimtarëve që vështronin me respekt, por dhe me një ndjenjë personale lidhje shpirtërore. Ankandi kishte një qëllim të qartë, mbështetjen financiare për mbijetesën dhe rimëkëmbjen e kishës, por në thelb, ai ishte më shumë se një mbledhje fondesh, ishte një akt komunitar. Njëra pas tjetrës, ikonat prezantoheshin dhe antarët gënin dorën për të bërë ofertën e tyre. Kryqin e nderuar i kishës sonë, ruajtës i kishës sonë, ruajtës ortodoksisë, kryqin e nderuar i cili papu gjithmonë del me të dhe bekon njerëzit, besimtarët, antarët e kishës sonë, kryqi i cili bekon ujin e 6 janarit edhe çdo ujë tjetër, kryqin e nderuar i kishës sonë. Okay, fillojmë opening bid, $500. Opening bid. I have one there, kam një aty. 700. I have a 700 there. $700. $700 shkon një. Ke tjetër aty. Kam tjetër aty. 750. Kam një aty. Mbrapa. 800. 800 kam një aty. Tjetër. Kam ndonjë tjetër. 900. I have a 900 there. 1000 atje. Kam 1000. 1100. 1100. 1100 shkon një. 1100 shkon 2. 1100 shkon 3. Të qoftë ndihmë. Familjet të tëra diskutonin me njëra tjetrën se cilin shenjë të zgjidhnin, ndërsa disa besimtarë prisin me padurim ikonën që mbante emrin apo historinë e tyre familjare. Tradita parashikon që personi që fiton ankandin e një ikone e mban atë në shtëpi për 40 ditë, një periudhë reflektimi, lutje dhe bekimi, përpara se ajo të rikthehet në kishë. Një nga organizatorët e ri, Aleksandr Kume, u shpreh për televizionin ton. Kur merr një ikonë në shtëpi, nuk është thjesht një objekt fetar, është një përgjegjësi shpirtërore dhe një mënyrë për të ndjerë kishën pranë jetës së përditshme. Të dashur teleshikues, jemi këtu me këshillin e ri të kishës së Shën Thomait, një këshill që do përpiqet të sjellë brezin e ri të motivoj ruajtjen e kësaj tradite 90 sa vjeçare të kësaj kishe për ta çuar më tej atë. Kam zotin Alex Kume, i cili është gjithmonë i angazhuar me problematikat e kishës, ka qenë në kontakt me ne për të nxjerrë në pa dhe për të ndihmuar në ecjen përpara të kishës. Aleksandër, urime për pozicionin që morët sekretari i Këshillit të Kishës. Tani ju besoj ja keni paraqitur planin tuaj tyre të pranishme, po cili është plani juaj? Plani tonë është të sillim sa më shumë shqiptar, ata që kanë ikur, të kthejnë prapë në kishë, edhe ata që jetojnë larg të sillim aktivitete edhe të mbushim kishën sa më plot.
Për natyrisht kisha nuk mund shërbej vetëm si institucion fetar, shërben për të, po do të ketë ashtu sikur se thatë ju dhe veprimtari shoqëruse. Unë kam qenë prezent kur ka pasur jo vetëm veprimtari fetare, por dhe veprimtari patriotike dhe veprimtari të tjera argëtuese dhe natyrisht këto veprimtari sjellin më shumë njerëz aq më tepër të reqin brezineri apo jo. Po. Por në këtë mes çfarë mendoni të bëni? Kanë ndonjë gjë të veçantë që mund na e thoni? Po për 28 nëntorin do bëjmë ditën e flamurit, do bëjmë edhe aktivitete të tjera patriotike, do hapim edhe Sunday School të mësojnë fëmijët shqip sa më shpejt. Besoj për 2-3 javë do hapet edhe do jetë edhe mësim për fe, por edhe mësim për gjuhën shqipe. Okej, ju keni mësues për këtë? Kemi 2-3 mësues për momentin dhe shpresojmë të kemi më shumë. Dhe xhenës kemi. Atëherë ju uroj suksese si këshilli i ri i kishës, ta çoni më lart traditën, të ruani edhe lidhjet midis migracionit të vjetër dhe migracionit të ri që janë të nevojshme për të çuar përpara këtë kish, edhe migracioni i vjetër ta kuptoj se prifti në fjalë është vërtet shqiptar, po flet edhe gjuhën anglez. Zoti, lutemi të gjithë me shpirt, lutemi të gjithë me një gjuhë, me gjuhën e dashurisë për të. Ju uroj suksese të gjithëve. Faleminderit. Ndërsa Odeta Feçani, gjithashtu pjesë aktive e këshillit, theksoi se përfshirja e brezit të ri është thelbësore. Duam që kjo kish të jetë plot jetë. Të rinjt po afrohen gjithnjë më shumë dhe kjo na jep besim se tradita do të vazhdojë. Të dashur teleshikues, kemi edhe sekretaren e këshillit të kishës, Odeta Feçani, e cila gjithmonë na kënaq me ato shënimet të ritualeve të riteve fetare që janë të nevojshme nëpërmjet njoftimeve në Facebook, por tashmë është më angazhuar. Odeta, cila është detyra juaj pranë këshillit të ri të kishës? Detyra ime është mbi të gjitha që për shembull kur mbajmë takime të bordit, të mbaj shënime, të shënoj çfarë u vendos në këtë takim, çfarë votash u dhanë, si do të vazhdohet për të ardhmen, çfarë eveni. Domethënë të mbajmë shënimet e takimeve të bordit të kishës primare dhe pastaj me çdo lloj tjetër detyre, zyre që mund të ketë nevojë. Si fillim për 6 muajt e parë, u këshilluam nga njerëz nga Dioqeza Shqiptare në Amerikë në Boston, që të gjithë duhet kontribojmë në çdo pozicion, që të gjithë, sepse jemi paka shumë të rinj në këtë pozicion, përveç Alex që ishte vjetë dhe unë që kam shërbyer pak në 2023, edhe Niko janë fakt që ka shërbyer shumë vite më parë, por u këshilluam që të gjithë duhet kontribojmë në të gjitha fushat ku ka nevojë për 6 muajt e para dhe pastaj të shikojmë ku do fokusohet më shumë njëri apo tjetri. Duhet të ringjallim, u tha këtu, dhe një numër aktivitetesh që kanë ekzistuar, jo pikniku e aktivitet tjera, jo shkolla. Siç është edhe aktiviteti shumë popullor që po bëhet sot, që është ankandi i ikonave, që është një aktivitet që ka filluar që në kohët e perandorisë osmane, të kishave ortodokse, që ishin të supresuara nga vetë sistemi, nga perandoria osmane, dhe në mënyrë që të rrisnin fonde për kishat, bënin një ankand të tillë siç po e bëjmë ne sot, dhe kemi ringjallur këtë zakon edhe këtu në Amerikë, që për shembull çdo familje do të fitojë shenjtorin e tyre të preferuar, ose si të jetë mundësia çfarë do fitojnë në ankand, për ta mbajtur ikonën e atij shenjtori, ikonën e kishës të atij shenjtori në shtëpi për 40 ditë, dhe në këtë mënyrë i sjellin bekime shtëpisë të tyre dhe rrisin fonde për kishën. Domethënë ky është një aktivitet e Kjo pas 40 ditësh mund ta marrë dikush tjetër apo si? Jo, kjo është ikonë që përdoret në kishë për qëllime liturgjike. Qartë. Domethënë për Shën Kozmajn e Kolkondasit, që e kanë varur turqit në zonën e Fierit, për shembull, ajo familje që e ka si shenjtor që ka mbajnë edhe emrin e tij, mund ta fitojë,
mund të jenë disa familje që konkurojnë me njëra tjetrën, janë ngrenë çmimin, ato para i vënë kishës, atë ikone e marrin në shtëpi për 40 ditë dhe e kthejnë. Kur është festa e këtij shenjtori, kisha e përdor atë ikonë për celebrim. Shumë ide interesante, domethënë ringjallje e idesë edhe traditave të vjetra, por ruajtja e tyre edhe këtu në Amerikë është diçka interesante. Po, edhe gjaja që më ka impresionuar mua më shumë është sepse ka qenë një zakon shumë i vjetër i kohëve para se Shqipëria të bëjë shtet para pavarësisë, domethënë, edhe në Shqipëri unë nuk e dija sepse nuk e praktikonin shumë, po këta që kanë erdhur këtu në Amerikë dhe që kanë qenë emigrantët e hershëm e kanë mbajtur gjallë. Shumë që e mirë, atëherë ju urojmë suksese në punën tuaj edhe në zgjerimin e fjalës së Zotit në të gjithë besimtarët, të gjithë ata të cilët kanë nevojë, duhet vinë në një kishë shqiptare, s'kam se shkojnë të kisha ortodokse të tjera, greke apo të tjera. Patjetër, edhe kur me që unë që jam shqiptare, kur i them lutjet në Shqip, i ndjej akoma edhe më shumë, edhe pse ti e the më përpara që gjua e Zotit është gjua e dashurisë, po nga njerë si kur të vjen më ngrohtësi kur e thua në Shqip, ne që jemi rritur në Shqipëri, sidomos. Ju faleminderit dhe suksese. Faleminderit e ju. Një vizion për të ardhmen, ringjallja e kishës, nuk kufizohet vetëm në jetën liturgjike. Një nga projektet më të rëndësishme është vazhdimi dhe zgjerimi i shkollës së të dielës, ku fëmijët mësojnë gjuhën anëtare krahas edukimit fetar. Prindrit e shohin këtë si një investim në identitetin e brezave të ashëm, një mënyrë për të mos lejuar që distanca nga dheu të zbe kulturën shqiptare. Të dashur teleshikues, takojmë këtu zotin Niko Bulka, një ish antar dhe antar i ri i Këshillit të Kishës së Shën Thomajt. Zoti Niko, urime për këtë detyrë shoqërore brenda Kishës së Shën Thomajt. Atëre, çfarë synon Këshilli i ri i Kishës të bëj gjatë veprimtarisë së tij? Faleminderit për intervistën. Një nga detyrat kryesore të antarëve të vjetër ishte gjithnjë mobilizimi dhe involvja, përfshirja në bordin e ri të antarëve të rinj, të antarëve të cilët tashmë janë bërë pjesë e komunitetit amerikan shqiptar, dhe duke parë gjithnjë dëshirën e madhe për të pasur një prift i cili flet shqip, i cili është edukuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka të gjitha kreditet për të shërbyer sot për sot në një kishë sipas standardeve më të larta. Ne qëllimin kryesor në këto zgjedhje patëm futjen e elementeve të rinj, të gjakut të ri, të profesionistëve të rinj, të atyre që sot janë punojnë në të gjitha fushat e jetës amerikane. Kjo për të bërë një tërheqje dhe një mbledhje sa më të madhe të rinjve dhe familjeve të reja në kishën e Shën Thomajt. Për herë të parë në bordin tonë, sot shërbejnë 2 nga antarët e vjetër të kishës dhe 5 të tjerët janë antarë të rinj që me të cilët shpresojmë që ta gjallërojmë këtë kishë, jo të jemi vetëm thjesht për të mbijetuar, por për ta lulëzuar më shumë. Ju uroj të gjithë të mirat në punën e re të Këshillit të Kishës, në veprimtarinë tuaj të përhershme që kemi parë pranë kësaj kishe, por për faktin që edhe ne duam që të jenë të mbushura të gjitha ndenjëset me besimtar, me të rinj, me fëmijë, sikurse pam edhe disa sot. Kemi të gjitha shpresat për që së bashku me priftin ta çojnë përpara këtë kishë. Në korridoret e kishës dëgjoheshin zërat e fëmijëve, një tingull që shimkush e interpreton si shenjën më të bukur të shpresës. Një komunitet që zgjedh të ndërtojë,
Reportazhi i Alp TV USA ju solli një tablo të gjallë të një komuniteti që nuk mjaftohet vetëm me kujtimet e së shkuarës, po ndërton me vetdije të ardhmen. Nga mesha solemne tek ankandi simbolik, nga energjia e pritit të ri shqiptar tek përkushtimi i antarëve të rinj. Kjo kishë 96 vjeçare duket se ka hyrë në një epokë të re, sepse në fund, si tha një besimtare teksa mbante ikonën që sapo kishte fituar, kisha jeton sa herë që ne mblidhemi bashkë dhe këtë të diel që kaloi, ajo jetoi më fort se kurrë. E pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu me këtë ankand të ikonave, sikurse ju a shpjeguan, përfundoi dhe ceremoniali i kësaj dite të shenjtë, ditës së sotme në kishën e Shënt Thomait, ku personat caktuar familje marrin një ikonë të shenjtit të tyre për të mbajtur në familjet e tyre për 40 ditë, për të mbështetur kishën ortodokse me financimet e rastit, por dhe për të falur ikonës përkatëse. Kështu pra po ndajemi nga kisha e Shënt Thomait me këtë ankand mjaft interesant në këto ditë të bekuara. Miru takos.